Zgjedhjet janë jashtëzakonisht të rëndësishme për diasporën shqiptare, sepse jemi të lidhur me zemër e me shpirt me kombin tonë. Shumica kanë me ardhë, shumica do të regjistrohen atje për me votu edhe për me kontribu për Kosovën tonë. Patjetër çdo parti që fiton shumicën është përgjegjës, përgjegjësia i shkon drejt atij personit. Apo kërkojmë me don për diasporës, pra Albin Kurti që kanë me votu diaspora? Një pjesë e diasporës e përkrahin. Po zhgënimi më i madh është përçarja mes diasporës dhe njerëzve që janë këtu. Histori të jetës. Okej. Nga pra vini? Nga Zvicra. Nga Zvicra. Që kena Zvicrën? Mirë, pak borë, po mirë. Pak borë, po që ka lezetin e vetë. Që sa vite jeton në Zvicër? Jetoj afër 30 vite. Po, gja shumë, a? Po. Jeton në familje? Po. Cilin rand jeton në Zvicër? Jetoj në kantonin e Shtatelit. A, në Shtatel. Ka shumë shqiptari në atje? Po, zakonisht Zvicër ka shqiptar kudo. Sot keni dalë për çfarë? Keni ardhur në familje? Jo, vetëm sa erdha prej aeroportit, unë ala me pini kafe këtu në qytet. Shumë mirë. Diasporën po të më pyet pak, a keni marrë me votu në zgjedhjet me 28 dhjetor? Zgjedhjet janë jashtëzakonisht të rëndësishme për diasporën shqiptare, sepse jemi të lidhur me zemër e me shpirt me kombin tonë. Shumica kanë me ardhë, shumica do të regjistrohen atje për me votu edhe për me kontribu për Kosovën tonë. A keni marrë ma shumë për fund vit, për festa, apo për me votu për zgjedhje? Ma shumë për festa, por njëjtën kohë edhe me votu. Ka në kisë preferun? Preferum i kam zakonisht partitë e djathta, sepse vetëm partitë e djathta mujë ngritin çështjen kombëtare edhe ekonominë e vendit. Socializmi e partitë e majta janë dëshpëruese për çdo shtet. Jo vetëm për Kosovën, po me këshyra dhe historinë e gjitha shtetet e tjera. A meriton Albin Kurti më kanë prapë kryeministër? Nuk i kisha përmend, ç'është me thonë drejtën, personalisht me emrat përveçëm, por partia e tij nuk ka tregu rezultat. E shohim në Zvicër për shembull, demokracia më e zhvilluar në botë është kompromiset bëhen me të gjitha partitë. Nuk lejohet as nuk pranohet me lidh kokën dhe mos me bëu një koalicion me një parti tjetër. Atë që po e gjithaj ka qeveria Kurti ka pas në detyrë që është tash që nuk është bërë kjo zgjedhje? Po patjetër çdo parti që fiton shumicën është përgjegjës, përgjegjësia i shkon drejt atij personit ose asaj partie. Ka vënë ndryshim këto vite se ka qenë detyrë? Është mundu, po s'ka pas ekip. Njëherë vetëm nuk mundet asgjë me bë. Njerëzit tjerë janë njerëz jo adekuat për një shtet. Ka po kërkojmë me don për diasporës, pra Albin Kurti që kanë me votu diaspora? Një pjesë e diasporës e përkrahin. Një pjesë e diasporës e përkrahin sepse nuk e dinë edhe çështjen reale ndoshta edhe nevojat e vendit në Kosovë, mirë po një pjesë ju kanë largu. Sa po mënon që kanë largu? Po ju kanë largu, ty pa rezultate, ty pa veprimet, ty pa gjitha këto. Në të rezultate që ka pas për diasporës, s'ka mi pas Albin Kurti? Kurse si këtë herë. Kurse si, fatkeqësisht kurse si. A cili është zgjenimi më i madh që ti në Kosovë po e sheh kohët fundit? Po zgjenimi më i madh është përçarja mes diasporës dhe njerëzve që janë këtu. Ky është një farë zgjenimi se e kemi pas një mirëkuptim, e kemi pas një dashni të veçantë e tash po shihet një farë përçarje. Si përçarje po vjen? Fatkeqësisht për politikave. Fatkeqësisht këtu janë politikat përçarëse si kanë bërë këtë ndryshimin. Ne ata është për keqardhje. A ka bëu ju si diasporë më zgjënjë pak? Me siguri se po. A është Kosova vend i lirë me jetu si vende tjera ballkanike? Kosova është një vend shumë i mirë, atraktiv për me jetu. Është jeta natës, është jashtëzakonisht e mirë, njerëzit e sjellshëm, qetësi, gjithë ato,
por fatkeqësisht ekonomia e politika nuk janë ka ecin mirë për me tërhek edhe investitorë tjerë, me tërhek turista apo më shumë. A është si vend i sigurt Kosova, a ka hapësirë për me jetu, për në vendin ku jemi këtu? Me krahasu me vendet tjera, për shembull me Afrikën ose vendet tjera, jemi jashtëzakonisht 100 vjet përpara tyne. Çka? Për gjitha, për siguri, për inteligjencë, për dashuri, për gjithçka. Kemi përparësi para gjitha shtetet tjera. Nuk krahasohem ne tash me Zvicër ose Gjermani apo Francë, se janë shtetet lashta, kanë kulturë e tjera, por me shtetet tjera jemi shumë përpara. A dhe kemi dalë statistika që Kosova është vend i sigurt me jetu? Prim në listën, domethënë. Po. Ka siguri. Është e vërtet. Këtu rastet e vogla që ndodhen janë minore, nuk hinen edhe në statistika. Po njëhem të sigurt, vajzat, nonat, motrat tona dalin të lira, është diçka, jemi në mesin e Evropës. A ti banoj që familja jotë më ardhë prej Zvicrës me jetu në Kosovë? Pa tjetër. A mundet me realizu gjitha ato, a ka domethënë këtu atë përkrojë që shikon në vendin e Zvicrës? Me të thonë drejtën është e pamundur që familjat vinë të jetojnë, por me plot dashuri i kisha pranu për me ardhë. Është pak problem për mu adaptu, për me gjetë veten këtu, sepse është një kohë gjatë jashtë. Në fund, të rrisës një mesazh, ju si diasporë, gjithë njerëzve të Kosovë, çka kishte një mesazh, një këshill? Ma shumë dashuri për njëri tjetrin, jo përçarjen mes diasporës e vendasëve tonë, vëllezërve motra këtu, kaq. Më të mirat, për që më të kanë shme gëzor feta. Faleminderit shumë, gjithashtu edhe juve. Respekte. Faleminderit shumë, kalosh mirë, shumë faleminderit.